Deri më tash e kena pas të vështirë edhe punën e identifikimit të shkollave, për shkak që edhe këtë mungon përkraja e institucioneve, se normalisht e dim që DKO-t i kanë statistikat se cilat shkolla janë qashme, cilat shkolla nuk janë, po fatkeqësisht nuk e kena pas qatë listë të shkollave. Deri tash është duhet vetë me dollë terren unë edhe Riyad dhe me i vëzhgu, me identifiku cilat shkolla kanë qosi, cilat nuk kanë, edhe ku mujna na me ndërhy. Po ma primore kemë për shembull kur e dim që janë nashta 2-3 shkolla, po normalisht kur dihet që është një nxënës aktiv në atë shkollë në fjalë, kemë pak si ma me prioritet. Po është edhe ajo që e theti që nëse edhe kur e shohim që s'ka qasje edhe nuk ka nxënësa aktiv për momentin, nashta vitin tjetër mënet me orë, nëse jo vitin tjetër mas disa gjenerata mënet me orë një fëmijë me karrocë, edhe nuk është e drejtë që me ju mohu që të kushtet elementare që tash vetë se i falem.